Buxheti i shtetit ka arkëtuar 117.3 miliard lekë në muajin shkurt ose 102.4% e planit të periudhës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u mblodhen rreth 13 miliard lekë më shumë ose 12.5%. Të ardhurat tatimore u realizuan në masën 44.1 miliard lekë, 6.4 miliard lekë ose 17% më shumë se shkurti i vitit të kaluar, ndërsa plani është i kaluar me 1.5 miliard lekë. Zëri që ka ndikuar më shumë në këtë performancë është TVSH arkëtuar neto me realizim në masën 16.1 miliard lekë ose 17% më shumë se shkurti 2024. Me rritje 11.6% kanë qenë të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilat u realizuan në 30 miliard lekë, 3.1 miliard lekë më shumë se shkurti 2024. Tatimi mbi të ardhurat personale është arkëtuar në vlerën 13.5 miliard lekë, 3 miliard lekë më shumë se shkurti 2024, si dhe 1.3 miliard lekë më shumë se plani. Në këto dy zëra ka ndikuar reforma e rritjes së pagave në administratën publike, ndërsa nga taksat nacionale për periudhën shkurt 2025 u mblodhen 8.1 miliard lekë. Po ashtu performancë pozitive kanë pasur të ardhurat doganore, të cilat u realizuan në vlerën 33.6 miliard lekë, 1.7 miliard lekë ose 5.3% më shumë se shkurti 2024. Të ardhurat nga TVSH në import për shkurt 2025 janë 22.5 miliard lekë ose 3.7% më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë. Të ardhurat nga akciza regjistrohen në 9.5 miliard lekë ose 10.7% më shumë, si dhe nga renta minerare në eksport janë mbledhur 406 milion lekë dhe taksa doganore 1.2 miliard lekë. Shpenzimet e përgjithshme publike për muajin e dytë të vitit 2025 arritën në 93.8 miliard lekë me një realizim në masën 92.8% të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të 2024-s, ky zë ka rezultuar 10.1 miliard lekë më shumë. Shpenzimet kapitale për periudhën 2 mujore të vitit 2025 arritën në 3.1 miliard lekë, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ky zë ka rezultuar 1.9 miliard lekë më shumë, apo rreth 150.6% më i lartë.